Shumë që ishe direkt me neve në transmetim të drejtë ju këtoj me 17 maj të merrni pjesë në ora 12 dobimin e shlinimit të Jabllanisë dhe përkujtimin e 54 dëshmorëve. Faleminderit shumë Zoti Ibrahimaj edhe lavdi për dëshmorët edhe absolutisht do të përpiqemi që t'jemi aty. Të falenderit shumë dhe ju dëshiroj nesër suksese. Po shtrem, edhe në rast që 5 vjet kryeministri dhe askush i VV-s në këtë kompleks sporti një lule asë të njëherë nuk e kanë qitë. Nuk e kanë qitë? As Donja Albulena Azhiu për 5 vite qeverisje kur në jetën e tyre nuk kanë gjetë kohë me qitë një lule në asnjë përvjetor dëshmorëve pas në ditën e shlirimit. Ne ke fjalën për Jabllanicë, për të Jabllanicë. A i ke ftuar? Sigurisht që kanë qenë ftuar dhe tashtit e shefni këto ditë kanë fillu me shku çdo kund dhe kanë ndryshu qëndrimet, po deri me tani nuk kanë dashur me shku në dinizionin e tyre të përdorur kundër dëshmorëve, familjarëve dëshmorëve, veteranëve. Në fakt nuk kanë guxuar edhe prej Radojqiqit të kaluarën me marr pjesë. Nuk ka guxuar prej Radojqiqit, kjo është e rëndë Zoti Ibrahimaj. Po, pak e rëndë, po e bisedën e zënit Kusari me Radojqiqin për ligjin e kategorive dolna prej lufte. Po ajo është çështje tjetër në raport me pjesëmarrjen, se ideja është dëshmorët janë të gjithëve, këtu nuk ka politik. Ky është një moment me që jemi direkt, Zoti Ibrahimaj, ky është një moment, bëja ftesën direkt këtu nga politiko. Thirrin në politiko, sfidojnë politiko. Përdora ose shfrytëzova rastin me thirrë të gjithë publikisht me orë me datën 17 maj ora 12 në Jabllanisë. Jo, në drejtim Zotit Kurti edhe pjesës tjetër se neve emër të gazetarëve. Po quaj. A është edhe për ta e drejtuar ftesa? Aty nuk është ndaluar për askënd që fol shqip dhe mendon shqip. Po. Faleminderit Zoti Ibrahimaj që ishe direkt me neve. Merci. La Ibrahimaj direkt me neve në studion e politikos në këtë komunikim të drejtë. Po, Rama, urdhro? Nëse kisha mujtë edhe pak me shpjegu pse po e shoh pozicion të gabum për mu politikisht këtë pozicion në opozitës karshi emrit të Albulena Azhiut, sepse pak është absurde me mendu si strategji